Kreu i SPAK-ut Altin Dumani vijon tu hakret mediave, edhe pse në parim të gjithë mbështesin SPAK-un, Dumani duket se nuk i duron dot zërat kritik. Ai vijon të këmbgul se media është në të njëjtin grup me krimin dhe politikën sa i takon presionit ndaj SPAK-ut. Dumani pati një takim informal me gazetarët para se të lërë detyrën si drejtues, ku foli për disa çështje, mes të cilave dhe ato të kërcënimeve apo presioneve. Ka gazetarë të papërgjegjshëm që për disa klikime më shumë publikojnë lajme të rreme ose një pjesë të vërtetës. Dëmtojnë reputacionin e SPAK-ut. Është dhe dëmtimi që i bëhet nga media e papërgjegjshme. Stafi im ka evidentuar që gazetarë të caktuar bullizojnë apo kërcënojnë prokurorë të prokurorisë së posaçme, thaj. Por kur vjen puna te shkeljet e prokurorëve, Dumani dredhon. Në media po dalin sekrete hetimore. Gazmend Barti nxori një foto të marrë nga telefoni e Viz Berberit, gjë që tregon skandalet e SPAK-ut. E ndan një vijë shumë e holl transparencën me ruajtjen e sekretit hetimor. Natyra e hetimeve që ne kryejm, nevoja e publikut për t'u informuar është shumë e madhe. Sekreti i hetimit dhe të drejtat e palëve në proces duhen ruajtur. Ne jemi përpjekur që ta gjejmë këtë ekuilibër, thaj. Mëtej, Dumani ka qenë i prerë lidhur me zërat se mund të futet në politik. Në takimin e sotëm me gazetarët, ai u shpreh se nuk ka ndërmend të angazhohet politikisht. Nuk kam pasur dhe nuk kam ndërmend që ndonjëherë të hyj politikës. Prokuroria do vijojë të më ketë në gjirin e saj. Nuk do më shihni në politik, paralajmëroi Dumani.